Aratiset për së treti herë nga burgu 31 vjeçari Dritan Rexhepi, i akuzuar nga drejtësia shqiptare për vrasjen e 2 policëve në vitin 97 dhe i kërkuar ndërkombëtar për trafik droge. Pas eksperiencës së Aratis nga burgu i Durrësit e më pas burgut italian, kësaj here radha ka qenë e burgut të sigurisë ullët Merk Plas në Antwerp të Belgjikës. Duke u referuar mediave vendase, mësohet se ngjarja ka ndodhur të dielën e kaluar, kur i shumë kërkuari ka kapërcyer me lehtësi murin rrethues dhe më pas është larguar me një automjet, i cili ka qenë duke e pritur jashtë rrethimit të burgut. Në raportimet e gazetarëve belg thuhet: koha ka qenë shumë e shkurtër pasi të 120 të burgosur që ndodhen në këtë burg kanë qenë ajrim. Rexhepi ka kapërcyer murin duke mos i lënë asnjë mundësi reagimi rojeve që ndodheshin në kullat e vrojtimit. Në lidhje me aratin e Rexhepit ka reaguar dhe vetë ministri belg i drejtësisë Stefan de Klerk, i cili është shprehur se bëhe fjalë për aratit të një kriminali të rrezikshëm dhe jo të ndonjë hajduti të thjeshtë. Tani policia, prokuroria dhe drejtoria e burgut do të verifikojnë rrezikun e një të ndaluari. Ne do të krijojmë një shërbim të tillë për të mbledhur të gjithë informacionin për profilin e secilit të paraburgosur. Kjo nuk është vetëm për të shpëtuar rrezikut, por edhe për historitë mjekësore, përdorimin e drogës dhe marrëdhëniet që ai ka, tha ministri belg de Klerk. Nga ana e tij, Lorenz Sempo, zyrtari i lartë i drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ka larguar nga vetja përgjegjësinë duke u shprehur se nuk ka pasur dieni për rrezikshmërinë që paraqiste Dritan Rexhepi. Ne nuk e dim se çfarë ishte ai jashtë kufive të Belgjikës dhe çfarë veprash kishte kryer. Askush nuk na kishte thënë. Ne nuk kemi aq burime për të kërkuar për gjithçka, deklaroi Sempo. Dritan Rexhepi u arrestua për herë të parë në vitin 2006 nga forcat speciale Renea në Tiranë, pasi akuzohej për vrasjen e 2 policëve Arben Keqi dhe Durim Kasmi, të ekzekutuar me armë në fushë Shkruj më 27 gusht të vitit 99. Në vitin 2006 ai u aratis nga burgu i Durrësit ku po vuante dënimin. Rexhepi kërkoi gjithashtu nga Italia ku ishte aratisur nga burgu, por dhe nga vende të tjera si Belgjika, Spanja dhe Shqipëria. Arrestimi i fundit u shënua në 26 korrik të këtij viti në Spanjë.